Autori i grabitjes me armë në një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit, Luan Maçi, fillimisht i mohon akuzat gjatë marrjes në pyetje nga policia, duke pretenduar se nuk kishte lidhje me grabitjen e 300.000 lekëve. Megjithatë, hetimet e efektivëve të komisariatit numër 4 zbuluan prova të rëndësishme që implikon në ngjarje. Në banesën e tij u gjetën rroba që dyshohet se kishte përdorur gjatë grabitjes, si dhe një brisk rroje e fshehur brenda në lavatriçe. Përballë këtyre provave, Maçi ndryshoi qendrim dhe pranoi se ishte ai autori i ngjarjes në grabitje, duke treguar edhe arsyet dhe mënyrën se si e kishte planifikuar. Sipas dëshmisë së tij, grabitja ishte menduar më herët, por ishte shtyrë për shkak të frikës pas një grabitjeje tjetër me armë në një bank pranë zonës së Ish-Parkut. Isha planifikuar ta bëja grabitjen që më përpara, por pas grabitjes me armë në bank të Ish-Parkut u friksova dhe mendova ta shtyja planin për më vonë. Isha i detyruar sepse kam shumë borxhe dhe nënën e kam të sëmurë në gjendje të rëndë, ka deklaruar para hetuesve. Burimet pranë policisë bëjnë me dje se më njëherë pas grabitjes, Maçi është larguar me qetësi nga ngjarja shumë i qelëmisht, ka hyrë në këmbë në tregun e medreses dhe më pas ka dalë në anën e pasme përmes disa rrugicave. Gjatë arratisjes, ai ka fshirur pistoletën në një puset dhe më pas ka marrë një taksi për të kthyer në banesë. Për të shmangur identifikimin, ai ka hequr dhe mjekrën dhe fillimisht u ka thënë policëve se e kishin ngatruar person. Gjatë kontrollit ju gjetën vetëm 15.000 lekë të reja, ndërsa dyshohet se pjesën tjetër të parave e ka përdorur për të shlyer disa borxhe.